Një emision ekskluziv. Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima. Përshëndetje miq të Kosova Presit. Vala e parë e liberalizimit të tregut të energjisë shkaktoi shumë reagime e pakënaqësi nga bizneset, por zyra rregullatore për energji nuk do të ndalet. Nga prilli pritet të fillojë edhe valin e dytë. E vetë paralajmërimi i saj ka nxitur sërish vërejtje kundërshtime, të cilat i sjellim në këtë edicion të radhës të emisionit Shtylla. Si histori e suksesi do të ndjekim rrugtimin e 3 vëllezërve që drejtojnë kompaninë Prosan Ceramika, të themeluar nga joati i tyre. Për gati 15 vjet, ata e bën këtë biznes një adresë të madhe të shitjes së artikujve hidrosanitar, ceramikave e dekoreve shtëpiake, brenda e jashtë vendit. E rubrika Jo kësaj radhe sjell profilin e një menaxheria, vetë CEO të një kompanie. Arjeta Vula Pozhegu është drejtoresh ekzekutive e heq me pak së shoqatës që përfaqëson përpunuesit kryesor të drurit në vend, dhe kjo për më shumë se 2 dekada. Nga prilli pritet të fillojë vala e dytë e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, por as ky vendim i zyrës së rregullatorit nuk po pritet më mirë se i pare. Sërish janë bizneset ato që kanë vërejtje kundërshtime. Nuk dihet a do të ketë protesta sërish, por pakënaqësi po se po. Ky është disponimi i bizneseve të mëdha, ka shi paralajmërimit të valës së dytë të liberalizimit të tregut të energjisë, që pritet të fillojë më 1 prill. Ankesa më e madhe është e mosgjedhja e problemit të ndërprerjeve të papritura të energjisë, që shkaktuan dëme në makineri e pajisje gjatë valës së parë. Derisa edhe gjykata në vendimin e fundit nxorri një mori themi shkeljesh që u bën gjatë këtij procesi, unë nuk e di çfarë logjike ka mu bën tash edhe faza 2. Për çka është më e keqe është se që nga dhjetori i vitit kaluar, bizneset që kanë dalë në treg të hapur, që këta po e quajnë të hapur, të energjisë, ne e quajmë treg të dhunshëm të energjisë, është bën, janë përballë me reduktime jashtëzakonisht të ashpra, pa asnjë paralajmërim fare, edhe gjithashtu kanë mësuar dome të shumta. Domthon, kanë mësuar fillimisht dome themi tek punëtorët për shkak se në mungesë të energjisë, edhe në mungesë të një mënyre të dytë të quajmë ose një plan B të furnizimit në këtë rast themi të gjeneratorëve, atëherë ai nuk ka mujt mi ata punëtor me nejti ka qenë në shtëpi, pa thënë pagu prap. Domthon është dëm e para. E dyta kemi disa raportime që janë bën për shkak të këtyre reduktimeve kanë ndodhur edhe themi djegje dhe dëme shumë të mëdha në stabilimente. Du ta kemi qartë, shumica e këtyre bizneseve që kanë dalë në treg të lirë të quajmë në këtë fazën e parë, janë biznese të mëdha dhe pjesa dërmuese të tyre janë biznese prodhuese. Ndërprerja e energjisë në mënyrë të dhunshme ka shkaktuar prishje stabilimenteve, vlera të cilave mira euro kap, sepse stabilimenti i ri, makineri e re. Për më tepër, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë, Kushtrim Ahmeti, thotë se vendimet e ZRE-s u morën pa konsultim me bizneset dhe paralajmëron se faza e dytë mund të sjellë pasoja të ngjashme. Na pa të marrë para pak kohësh informacionin për këtë çështje dhe ne ju kemi drejtuar dhe zyrtarisht ZRE-s me kuptu sakt cili është tash plani i tyre për këtë fazën e dytë të liberalizimit. Meqense se faza parë u kryi si u kryi, po i shohim dëmet të gjitha ato që po ndodhin dhe ne kemi kërkuar pra cilat biznese tash do të futen në fazën e dytë. Domthon, nëse janë fut biznese që kanë pas deri 50 punëtorë, ata që kanë pas deri 10 milionë euro tyra vjetore në fazën e parë, kush do ta psoj nga këto vendime tinxare dhe arbitrare që po merren
Nga zërreja tash në fazën e dytë, normalisht deri sot s'kemi marrë dhe unë nuk pres se do të marrë një përgjigje për tyre, sepse njëjtë kanë vepruar edhe në rastin e fazës të parë themi të liberalizimit vitin e kaluar, ku s'kan pas fare gatishmëri për me bashkëpunu, i kanë bërë gjitha gjërat në mënyrë tinzare, siç po i bëjnë edhe në fazën e dytë, dhe për neve është fatkeqësi e madhe që nuk kemi institucione, të cilat të paktën do të ishte ndashur në mënyrë automatike dhe urgjente që këta njerëz që udhëheqin sot me zërren t'i vendosin para përgjegjësisë. Drejtori në Flutex SHPK, Fisnik Kryeziu, kujton njoftimin me vonesë që e kishte marrë kjo kompani prodhuese për të kaluar në tregun e lirë në afatin e parë. Realisht damat më të mëdha që i kemi pas ose që i kemi has gjatë fazës parë ka qenë gjëja kryesore lajmërimi me vonesë. Do me thonë, në kohën kër neve në kanë informu që do dalëm tregun e lirë gjitha bizneset, po mendoj ashtu si na nuk kemi qenë të përgatitur. Edhe ka pas shumë hutit mëdhaja të cilat në kanë ndiku deri në vendimin final. Po e marrë si shembull një ndër to ka qenë kur neve në kanë thonë që filloni të hulumtoni për kompani cilat mirën me shitbjerën e rrymës, kurse në treg nuk ka ekzistuar asnjë, përveç Keskos. Të lashët tjera ishin të dëmshme për prodhimin dhe makinerin, por edhe për menaxhimin e shpenzimeve. Nuk i kemi prit që ndryshimi i çmimit me qenë mbi 100% për çmimit aktual cili ne jemi kont duke u furnizuar me energji elektrike. Dhe në kontratat kur i kemi nënshkruar në tregun e lirë, ka qenë që do të informohemi paraprakisht në momentin kur do të ketë reduktimet e energjisë elektrike. Ato nuk kanë ndodhur gjitha rastet më na informu, ka pasur raste të cilat nuk na kanë informu fare, të cilat kanë ndiku goxha shumë në procesin e prodhimit, duke ditë se linjat e tanishme, s'po them vetëm linjat tona, po dhe prodhuesit tjerë kosovar i kemi avancuar linjat dhe një ndërprerje si kjo na ka kushtuar si në kosto në dëmtimin e produktit, po gjithashtu edhe në daljen për programimit të linjave, të cilat pastaj po janë shumë me kosto të mëdha për të rregulluar. Edhe njohësi i fushës energjetikës, Lulzim Syla, thosë se procesi duhet të zhvillohet me kujdes, duke mësuar nga gabimet e valës së parë, por edhe duke i marrë për bazë interesat e të gjitha palëve të interesit. Duhet që mos bëjmë gabimet e njëjta të fazës parë që është bërë me nguti dhe është bërë si vendimi i kryer, kështu që tash duhet mësojmë nga gabimet dhe duhet që të kemi një diskutim më serioz, duhet gjitha palët e interesit të akordohen dhe në fund zyra rregullatorit të energjisë pastaj ta merr një vendim mbi bazën e interesave të palëve të interesit. Gjithçka duhet bëhet me hapa të sigurt, duhet bëhet me hapa konkret që nuk bie ndesh fillimisht me ligjin, nuk bie ndesh me destabilizimet, do të jetë funksion dhe jo në destabilizim të bizneseve, prandaj nuk është ndonjë palë jashtë Kosovës vendosur neve, ne jemi ata që vendosëm duke u bazuar në rregullativa, duke u bazuar në ligje, kështu që nuk do duhet të keq përdorur kjo e drejtë nga ana e zyrës rregullatorit të energjisë që gjithçka të merr vendime pa konsult me palët e interesit. Ndërkohë, zyra rregullatorit ka konfirmuar për Kosova Press fillimin e valës së dytë nga 1 prilli, por pa përgjigje nëse bizneset tashmë janë informuar për të, e as nëse ka zgjidhje për reduktimet e paplanifikuara të furnizimit me rrymë. Zyra e rregullatorit për energji është duke vazhduar procesin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike në përputhje me ligjin në fuqi dhe me të njëjtat parime, kushte dhe kriteret që janë aplikuar edhe gjatë vitit të kaluar. Faza e dytë e liberalizimit planifikohet të fillojë nga data 1 prill 2026. Sa i përket shqetësimeve të ngritura lidhur me ndërprerjet e energjisë elektrike gjatë muajit dhjetor për konsumatorët në tregun e lirë, ZRRE është e vetëdijshme për këto raste dhe i trajton ato në kuadër të kompetencat të saj rregullatore. Megjithatë, këto çështje nuk ndikojnë në vazhdimin e procesit të liberalizimit, i cili do të zbatohet në mënyrë të planifikuar dhe në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative ekzistuese. Sipas ZRE-s, aktualisht në tregun e hapur funksionojnë 69.535 pika matëse, ndërsa furnizimi i këtyre konsumatorëve realizohen nga 6 furnizues të ndryshëm të licencuar, të cilët veprojnë në treg konkurrues.
Kur ishin të vegjël, babai e merrte pas vetës. E tash kur janë rritur, po e vazhdojnë vetë biznesin që e themeloi ai. Kësaj 3 vëllezërit e vyeshëm arritën që kompaninë Prosan Keramika të bëjnë eksportues dhe jashtë vendit të produkteve të hidrosanitarisë e qeramikës. Në moshën e adoleshencës, kur të rinjt e shijojnë jetën e nuk marrin përgjegjësitë e mëdha, Alberto Ngashi vendosi të bëjë përjashtimin. Qysh si 16 vjeçar, ajo bë krah i babait që e kishte hapur këtë biznes në 2011 këtu në Gjakov. E sot, me vetëm 29 vjet, ky bashkë me 2 vëllezërit e tij e udhëheq Prosan Keramika, që tashmë është një kompani e madhe shitjes së artikujve hidrosanitar, si dhe të qeramikave e dekorave shtëpiake. Kompania jonë Prosan Keramika me Selinë Gjakov është themeluar në vitin 2011 nga babai im, edhe pse ka operuar në mënyra të tjera të ndryshme. Kemi qenë kryesisht biznes familjar, tani jemi një ekip më madhore. Kompania jonë kryesisht mirret me shitjen e pjesëve hidrosanitare në home decor, pjesën e industrisë të qeramikës dhe sanitarisë për banjo. Fillet e para si biznes kemi startuar si çdo biznes tjetër në hapësira të vogla të showroomit, edhe pse kemi vrejtur që komunën tonë Gjakovës ka pasur nevojë kjo industri të jetë më zgjeruar. Fillet e para si biznes kemi startuar në hapësirë diku 500 metra katror, kurse tani kemi mbi 3000 metra katror showroom këtu në Gjakov. E krahas hapësirës është rritur edhe numri të punësuarve. Në atë kohë kur është krijuar si biznes, siç thash më herët, nga babai im, isha vetëm 16 vite. Tani trashëgojmë nga babi këtë biznes. Jemi në udhëheqjen, jemi 3 vëllezër që jemi në menaxhimin kryesor të kompanisë. Në kohën kur kemi startuar si biznes familjar, ishim kryesisht fuqi punëtore familjarizëm, po në bazë të shitjeve tona dhe fuqisë shitëse, e kemi pasur arsyeshme që të rritim edhe si fuqi punëtore në çdo lloj sektori. Tani operojmë në tregun e Gjakovës me mbi 20 punëtorë në çdo lloj industrie, në pjesën shitjes, marketingut e të tjerë. Falë rritjes së vazhdueshme të shitjeve dhe zgjerimit të aktivitetit brenda dhe jashtë vendit, Prosan Keramika për çdo vit e shton edhe kontributin në buxhetin e shtetit të Kosovës. Kësaj 2025 ishte rekordi i këtij biznesi. Po, në kohën kur kemi startuar si biznes individual, edhe pse synimet tona ishin madhore, por asnjëherë s'e kemi menduar që do bëjmë kaq hapa gjigant ku jemi tani. Falë Zotit e bashkëpunëtorëve, kemi arritur që ta mbolojmë diku mbi 50% tregut të Kosovës, ku operojmë në shitje të industrisë tonë, siç e thash, qeramike sanitari, përpos komunës së Gjakovës operojmë në gjithë Kosovën me shitje me shumicë. Viti më i suksesshëm i kompanisë sonë që nga fillet e parë ishte viti që lëm pas viti paraprak, ku shitjet ishin më të mëdha që nga fillet e para ku startuam. Pse them që ishin shitjet më të mëdha që në se sa viteve tjera, vlen të theket që vitin e kaluar, vitin që lëm pas, domethënë ishim mbi 20% të shitjeve totale vetëm për eksport. Falë kësaj rritje, kemi kontribuar në thesarin e shtetit të Kosovës me anë të pagesave të taksave biznesore që ne detyrohemi këtij vend. Me mira euro. Me importin e siguruar nga Azia dhe Evropa, shitja ushtri edhe larg kufive të Kosovës. Fillet e para si biznes kemi startuar me blerje vendore. Në bazë të shitjeve tona graduale, kemi startuar edhe me blerje import prej shteteve aziatike dhe Evropës. Tani vlen të theket që pjesën e eksportit e kemi në rritje e sipër. Eksportojmë në vendet evropiane, Gjermani, Zvicër, Belgjik, Francë, Itali, shitje parciale, do vonë të blerës kryesisht me origjinë shqiptare.
që përfundojnë projekte të tyre personale. Edhe pse mundësitë për të ikur jashtë ishin të shumta, këta zgjodhën Kosovën për të zgjeruar biznesin, derisa babai ta shndron me shumë si këshilltar. Asnjëherë të vetme nuk na ka shkuar mendja të operojmë, të jetojmë këtë rast të punojmë në Evropë. Mundësitë ishin të shumta të lëvizim në Europë për jetesë e punë, por kemi vendosur të qëndrojmë besnik këtij vendi, për mirën e këtij vendi, për ekonominë e mirë e këtij vendi. Së fundi, kompania ka filluar ndërtimin e një mega showroom-i edhe në një industri tjetër, duke synuar të zgjerojë edhe resurset njerëzore dhe fuqinë punëtore në qytet. Kur flasim për sukseset dhe planet e kompanisë sonë, vlen të cekët që vitin që lan pas, kompania jonë ka startuar me ndërtimin e një mega showroom-i në industrinë e mobilierisë dhe mendojmë të hapemi në resurset njerëzore, në këtë rast në fuqinë punëtore në qytetin e Gjakovës, pse jo më vonë edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Sukses për ne është kur konsumatorët shprehen të kënaqur me produktet që marrin nga ne. Shumica e punëtorëve që merren me përpunimin e drurit janë burra, por një pjesë e madhe e kompanive ku ata punojnë e kanë një shoqat që drejtohet nga një grua. Dhe këtë me shumë sukses, Arieta Vula Pozhegu e bën që nga viti 2005. Një sektor që lëviz ekonominë dhe një grua që udhëheq prej vitesh, Arieta Vula Pozhegu. Në vitin 1998, sapo e diplomuar, nisi praktikante në fabrikën elektromotori në Gjakov. 10 muaj punë, pastaj lufta, gjithçka ndërpritet, por jo optimizmi. Pas vitit 1999, Kosova rindërtohet dhe bashkë me të lind ideja për organizime biznesesh. Në një iniciativë të Rinvestit me në krye profesor Muhamet Mustafën, merr formë vizioni për shoqata që shtyen industrinë përpara. Aty nis angazhimi kësaj gruaje që 6 vjet më vonë u bë drejtoresh ekzekutive në shoqatën e përpunuesve të drurit të Kosovës. Në vitin 98 kam qenë e sapo diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Menaxhiment dhe Informatikë në atë kohë, dhe kam fillu në fabrikën elektromotori në Gjakov, të jem një praktikante, ku kum punu për 10 muaj aty, dhe në muajin e 10 ndodhi edhe trazirat edhe ajo ofenziva e luftës në Kosovë, ku ndërprej gjithçka. Në vitin 99, me njerë pas luftës, domethënë kemi pas një iniciativë nga Rinvesti në atë kohë, profesor Muhamet Mustafa, ku kemi marrë pjesë me një shkollë verore dhe aty ka lind nevoja dhe domosdoshmëria e krijimit të shoqatave të biznesit, ku për ne në atë kohë kanë qenë shumë panjohura, domethënë se si funksionojnë apo si ndërtohen këto shoqata. Prej vitit 99 kam qenë edhe themeluese dhe iniciatore e themelimit të shoqatës së grave afariste. Kjo ka qenë vitin 99, kur e kemi regjistru si OJQ, si organizat, dhe kemi filluar në atë kohë me shumë projekte të ndryshme, sidomos në arenën e biznesit, duke ju përkushtu grave dhe trajnimeve dhe formave tjera mbështetëse për gratë. Në vitin 2005, faktikisht në 2004 është themelu shoqata përpunuesve drurit. Në 2005 unë kum apliku edhe si drejtuese e kësaj shoqate, dhe për fat të mirë jam pranu në atë kohë si drejtoresh në konkursin e hapur si që kanë planifikuar dhe ka qenë në atë kohë. Dhe prej vitit 2005 unë vazhdoj të jem drejtuese. Motivi është se kur punon me një organizat biznesi apo një shoqat biznesi, gjithmonë je në kërkim të
dhe në hulumtim të aktiviteteve të reja. Ndonë se sfidat ishin të shumta, kjo nuk u ndal. Sfidat më të mëdha fillimisht kanë qenë kryesisht aspekti gjinor, ndoshta në kohën korona ku më aplikua dhe ku më pretendu të jem një drejtoreshe një shoqate, duke njoftë mentalitetin mendësinë e Kosovës në atë kohë, mirë po fatmirësisht në momentin kur jam pranu si drejtoresh, ka qenë edhe ai motivi im kryesor që t'ja arri, të bëja që secili nga ata që kishin besimin për mu që t'jem një drejtuese një organizatës, mos t'i zhgënjejmi, por t'tregoj më shumë se sa që ata presin. Se tash u bo 21 vite që une udhëheqi këtë shoqatë. Në një sektor i konsideruar mashkullor prej 21 vitesh, puna e la prapa gjinin, sikur në për Evropën e zhvilluar. Në përgjithësi, organizatat e biznesit, sidomos klasteret e biznesit në mbar Evropën, në shumicën e rasteve dominon gjinia grua, e cila domethënë është ajo udhëheqësja edhe kreativja në punën me këto organizata. Edhe te na, nuk jam rasti ndoshta i vetëm, po ka organizata të biznesit që udhëheqen nga gratë. Dhe për mua nuk ka qenë ndonjë vështirësi apo pengesë, për shkak se jam pranu si e tillë, kum vazhdu që ta shtrij autoritetin tam, të tregoj kompetencat e mia tek kjo industri dhe nuk ka qenë ndonjë problem apo sfidë që unë e kum hasë si grua. Po gjithmonë ekzistojnë ato mendimet ndoshta të rezervuara se pse u zgjodh një grua apo të ndryshme në këtë aspekt, mirë po siç e potencova me kompetencën tënde arrin që të mbizotrosh edhe të tregosh vlerat tuaja. Domethënë gjithmonë kur është angazhimi i madh i gruas, arrin edhe aty ku do. Shoqata ka rol kyç në zhvillimin e industrisë së drurit, në ndërtimin e politikave, në lobim, në hapjen e tregjeve dhe fillimet e eksportit. Shoqata ka pas një rol të madh, sepse organizatat e biznesit, si klasteri i drurit, domethënë roli kryesor është shtytja e kësaj industrie. Gjithmonë ne duhet jemi para industrisë edhe ndërtimit politikave. Ato fillimet e eksportit kanë qenë pikërisht prej aktiviteteve të implementuara nga organizata jonë. Dhe kjo ka qenë ajo fillesa edhe si nevojë domosdoshmëri në atë kohë e shoqatës edhe në përgjithësi e sektorit drurit, tu pas parasysh atë deficitin e madh tregtar që ne prej kohësh e kemi edhe vazhdojmë ta kemi midis importit dhe eksportit. Paralelisht rritet edhe përfshirja e grave në fabrika, në zyra, në menaxhim. Ka fillu mirë, po ende jemi në kërkim të mobilizimit edhe të përfshirjes më të madhe të grave në këtë sektor, sepse aktualisht në sektor kemi diku 30 deri në 32% të grave të përfshira në sektor. Mirë po, pretendimi jonë është që numri grave mund të përfshihet edhe të rritet deri në 60% apo 70%. Rritje dhe zhvillim, që fillimisht nuk ka pas, kur kemi fillu si shoqat rrallë herë shikoshim domethënë të punësuara gra në për sektor, sidomos të prodhimi kauçave, karrikave apo të ngjashme ku merrshim pjesë me çepje tekstil dhe këtë pjesë që industria ka, ndërsa tek pjesa tjetër dominoi gjinia mashkullore. Sot domethënë nuk ka kompani që shkojmë edhe nuk e kemi atë pjesëmarrjen e grave, qoftë në fabrikë, në marketing, administrata apo pozicione tjera. Dhe për fund ndjekim bllokun e lajmeve Blitz nga zhvillimit ekonomik në vend, fqinjësi e botë. Me qëllim të promovimit të Kosovës si destinacion investimesh në Prishtinë, është organizuar Dita e biznesit francez në Kosovë nga Këshilli i Investitorëve Evropian. Me këtë rast, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Kosova është e hapur për investime serioze, teksa shtoi se ka interes që me Francën të rritet bashkëpunimi. Ndërsa, ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Guerot, tha se Kosova po transformohet e modernizohet. Ministrja në detyrë ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka komentuar reagimet lidhur me kërkesën e Keskos, kompani kjo e cila ka bërë kërkesë tek zyra rregullatorit për energji
për rritjen e tarifave për 21%. Rizvanolli deklaroi se ende nuk ka vendim për rritjen e tarifave të energjisë elektrike, derisa shtoi se lajmet e publikuara lidhen vetëm me kërkesën e furnizuesit dhe operatorëve e jo me një vendim të marrë. Korporata Energjetike e Kosovës bën të ditur se që nga 19 dhjetori 2025 është duke operuar në një regjim të jashtëzakonshëm prodhimit të energjisë elektrike, duke mbajtur 3 bloqe të termocentralit Kosova A në punë paralelisht për plot 31 ditë. Sipas KEK, ky nivel operimi përfaqëson një ngarkesë jashtëzakonshme teknike dhe njerëzore për termocentralin më të vjetër në vend. KEK thot po ashtu se njësia A5 pritet të rikthehet në operim brenda disa ditëve duke u bashkuar 4 njësive aktuale gjeneruese. Grupet e aktivistëve, kolektivi feminist dhe përpjekja kanë bërë thirrje për protestë kundër paralajmërimeve për rritje të çmimit të energjisë elektrike. Sipas njoftimit, protesta do të mbahet këtë të premte duke nisur nga ora 13 pranë ndërtesës së Ketësit për të vazhduar më pas drejt qeverisë së Kosovës. Pasi shënuan në rënje të ndjeshme, çmimet e arit vazhduan të rriten të mërkurën duke tejkaluar $5.000. Çmimi i arit në tregjet e para u rrit me rreth 2.5% që nga ora 6:45 GMT për të arritur në $5.070 për ONS. Të hënën, ari ra në nivelin $4.500 pasi presidenti SHPA-s Donald Trump njoftoi se kishte zgjedhur ish guvernatorin e rezervës federale Kevin Warsh si kandidatin e tij për kryetarin e ardhshëm të rezervës federale. Edicionit të 9 të shtyllës i erdhi fundi. Reprizën e gjeni kurdo në kanalin zyrtar të agjencisë Kosova Press në YouTube. Për edicionin e radhës takohemi të njëjtën tjetër. Mirupafshim. Një emision ekskluziv. Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima.